Përshëndetje! Sot kam vendosur t'ju tregoj një nga vaktet e mia të preferuara që pas transplantit. Është pjesë e dietës time, është një ushqim që nuk përmban shumë kalori, është shumë i shëndetshëm, jo vetëm për persona që kanë dietë, por edhe për persona që dëshirojnë të jenë të shëndetshëm. Kështu që vazhdojmë pa humbur kohë me gatimin. E marrim mishin e pulës, pasi e kam larë, e kam vendosur në një tenxhere. Do I hedh pak vaj ulliri, sepse unë kam qef ta kaurdis pak, që të marri shije. I hedh një gjysmë qepe të grirë hollë dhe një karot të vogël të grirë në rende. Mundohem që mishin e pulës ta zgjedh të jetë i freskët ose pula fshati, që të jetë më e shëndetshme. Pasi e ka urdis edhe pak, do I hedh vetëm një majluge të vogël nga vegeta, sepse kjo përmban krip, por I jep shije të mirë. Po e lej që të ziej në temperaturë mesatare, e shikoj nëse ka zirë dhe e fik sobën fare. Tani do filloj me përgatitjen e orizit. Unë zakonisht përdor një garuzhde, por po bëj dhe pak më shumë, po hedh një garuzhde e gjys. Gjithmonë e bëj pilafin me mas. Kam parë një video që na këshillonte ta lanin orizin para se ta gatuanin, dhe unë po e përdor si metodë. Po e laj një herë para se ta gatuaj me ujë të ftohtë. Pasi ta kulloj mirë nga uji, do e shtoj në tigan. Do e trazoj që t'ja thaj pak këtë ujin, dhe po I shtoj vetëm pak fare vaj ulliri që ta skuq, sepse unë pilafin e bëj gjithmonë me oriz të skuqur. Tani është skuqur tamam dhe do t'i shtoj lëngun. Në një garuzhde e gjysmë oriz, unë do shtoj 4 garuzhde me lëngun e pulës. Më shpesh unë pilafin e bëj në tavë dhe e fus në furrë, dhe kur e fus në furrë, ky orizi I gjatë don 1:2 e kam masën, 1 garuzhde oriz dhe 2 lëng. Por në tigan I shtoj dhe pak më shumë. Po e vendos edhe mishin aty sipër. Po I vendos kapakun dhe po e ul në temperaturë mesatare që të mos ziej me vrull. Pilafi tani është gati, e ka pirë të gjithë lëngun dhe nuk është as I qullët as I thatë. Do përgatit edhe pak nga këto, ne në Pogradeci quajmë mashurka, disa vende në Shqipëri quajnë bishtaja. Nuk kam marrë të freskëta dhe po përgatis këto të konservuarat. Edhe këto janë shumë të mira, këtu në Francë I përdorin shumë. Këtë recetën këtu e kam mësuar të gatuaj në një tigan, hedh pak gjalp derisa të shkrijë, pastaj do shtoj bishtajat sipër. Nuk do t'i përziej shumë që t'ju prishet forma, vetëm pak fare sa të marrin sipërfaqe të skuqen pak. Do ju shtoj sipër hudhër pluhur, sepse ju jep një aromë dhe një shije të mrekullueshme. Do ju shtoj përsëri pak piper të zi, se disa herë I kam bërë djegse shumë. Edhe pak rigon, sepse më pëlqen shumë aroma që rigoni ju jep. Në fund do ju shtoj dhe majdanoz. Majdanozin unë e mbaj në këto qeset, e kam ngrirë dhe e ruaj në frigorifer. Do I shtoj dhe goxha majdanoz, sepse më pëlqen. Dhe ja përfundimi, kam një aromë të mrekullueshme. Është një pjatë e thjeshtë, por mbi të gjitha është shumë e shëndetshme. Nëse dëshironi mund t'i shoqëroni dhe me një kos grek, ose nëse ju pëlqejnë këto kompostot e frutave, unë për shembull I përdor shumë. Siç e patë edhe vetë, ky ishte një vakt I thjesht për t'u përgatitur në vakt dreke ose në vakt darke, sepse është shumë I lehtë dhe I ushqyeshëm. Faleminderit që e ndoqët videon deri në fund me mua. Mos harroni të bëni like dhe të lini komente rreth gatimeve dhe recetave të mia. Bëni subscribe nëse jeni të ri në kanalin tim. Dhe mos harroni të qëndroni pjesë e këtij komuniteti, sepse këtu do të gjeni receta gatimesh, histori reale dhe çdo gjë që ka të bëjë me shëndetin e veshkave,
Kështu që pres edhe pyetje nga ju se çfarë dëshironi që të dini. Shihemi në video të tjera. Mirupafshim!